Ish banorja e Big Brother VIP Albania, Eriola Doçi, ka komentuar së fundmi në emisionin Fan Club raportin e shumë përfolur mes Mirit dhe Selin, duke bërë deklarata të forta që kanë ngjallur reagime të shumta. Sipas Eriolës, Miri nuk është as pak i sinqert kur shprehet se e sheh Selin si vajzën e tij. Përkundrazi, ajo u shpreh se sjelljet dhe mimikat e tij tregojnë diçka krejt tjetër, duke i konsideruar ato të papërshtatshme dhe shqetësuese. Gjatë diskutimit në studio, Eriola theksoi se krijimi i aleancave brenda të njëjtit shtrat nuk i duket as pak korrekt dhe se një raport i tillë nuk duhet të justifikohet apo normalizohet. Ajo vijoi mëtej duke deklaruar se sipas saj kjo çështje nuk duhet trajtuar thjesht me letra apo paralajmërime, por me masa më të forta. Të bësh aleanca brenda një krevati nuk më duket gjë korrekte. Mua babai nuk më ka parë ndonjëherë kur bëj dush. Mimikat e Mirit pastaj kur laj Selin, mos të them ndonjë epitet më të rënd, janë shumë të turpshme. Kësaj gjëje duhet i vihet stop jo me anë të një letre, por po t'isha babai i Selinës, do t'hyja brenda dhe do ta merrja vajzën sepse nuk është normale të normalizohen sjelljet e një babai. Gati më fal që e them si një manjak, duke e parë në pjesën time Selinën, ka thënë ndër të tjera Eriola Doçi.